طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Bazat e dispozitave, Umdatul Ahkam, në çështjet e fikut. Kemi arritur tek kapitulli i shitblerjes. Sonte kemi kushtet e shitblerjes. Lejohet të vendosen kushte në shitblerje dhe duhet të përmbahemi atyre gjatë kohës së shitblerjes. Apo, do të thonë, kur e bëjmë një kusht, atë duhet të përmbahet atyre kushteve që bëhet mes shitësit edhe blerësit. Apo, Profeti a.s. thot, muslimanët duhet të përmbahen kushteve të vëna midis tyre, përveç atyre që e ka ndalu Allahu subhanahu wa taala, ose të atyre që ndalojnë atë që e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Më thonë, me bo një sen halal që Allahu ka thonë është haram, dhe me bo diçka që është haram, Allahu e ti me bo halal, kjo nuk lejohet normalisht. Për shembull, kusht me ta qitë që ky mall shitet me kamat. Dhe tash ti me marr pjesën e parë të hadithit, edhe me thonë se kushtet duhet mi u përmbajt. Kjo bie ndesh me hadithin e pejgamberit a.s. Hadithi 267. Aisha radhiyallahu anha transmeton. Thot, erdhi robresha Berira tek unë edhe më tha. Tek Aisha ka ardhur kjo robresha Berira. Thot, kam bër akt marrveshje për lirimin tim, kjo robreshu kon e dikujt. Edhe thot, unë kum bëm marrveshje me ata që otomajt zotrusi i zotriu i kësaj robreshës. Për lirimin tim nga robria me të zotët e mi. Ka pas atëre robri, ka pas me deni robresha. Duhet t'i paguaj atyre 360 dirhem, 20 dirhem në vit andaj më ndihma. 20 dirhem në vit, sa vjet i bjen? 9 vjet. Me pagu, në më thonë, qatë lirimin e asaj robreshe, bukur. Aisha i tha, ja kthej Berirës, nëse të zotët e tu pranojnë, të pranojnë, të marrë unë përsipër në kujdestari, pas pagesës dhe liris, do të ndihmoj. Nëse unë të marrë, apo, edhe ata të lirojnë në përgjithësi, prej çdo përgjithësie, atëherë thot unë kam e ndihmu dhe kam e të marrë. Bukur. Shkoj Berira tek zotët e vetë dhe i tregoj se çka i ka thonë Aisha. Por ata nuk pranuan. U kthye Berira tek Aisha dhe Profeti a.s. ishte tek ajo. Tha Berira, unë u thash atyre. Por ata deshen që të jenë përsëri kujdestar përgjegjës për mua. Dhe pse po e blejnë, mirë po prapë po dojnë kujdestarin me pas. Aisha tha, e njoftova pejgamberin a.s. për këtë gjë, e ai më tha, mere, apo, Aishës, dhe liroje, tha, me largu prej rubrisë. Bleje, dhe më thonë, bleje, dhe ti liroje. Mi bo mirë, apo? Bukur. Atë si dhe kushtëzoj të zotëve të saj përgjithësinë mbi të. Sepse kujdestaria i takon atij që e liron robin. Qysh pe liron? Pe liron pas një lek, kjo Aisha është fjala. Bukur. Si që thashtu veproj Aisha, Profeti a.s. u ngrit dhe ligjëroj tek njerëzit. Edhe pas i falenderoj dhe lavdroj Allahun subhanahu wa taala, thot si është puna e disa njerëzve të cilët vendosin kushte të cilët nuk janë librin e Allahut. Ja gjujti atyne. Që Aisha i tha Berirës, mi thonë zotëve të saj, ja gjujti atin dhe Resuli a.s. në ligjëre. Tha ato kushte të cilët nuk janë librin e Allahut, janë të pakonsiderueshme dhe në qofshin ato 100 kushte, nuk mirën për basë. Gjykimi i Allahut është i drejtë dhe kushti i tij është i konsiderueshëm, kujdestaria e takon atij që e liron robin. A kuptove, Ensar? Pak e përzime. Se s'kemi robresha në ditë sotit për që ato dhe të përzit. Nuk e din që shkan. Ngo tash kuptimin e përgjithshëm hadithit pak ma detajisht. Që li visht mirë tash. Ky
Ky hadith është madhështor. I lujti komën tash demek që pëngoj mirë. Përmbledh dispozita dhe dobit shumëta. Disa dietar e shpjeguan këtë hadith, libra të veçanta, dhe kanë nxjerr 400 dispozita prej këtij hadithi. 400 përgjigje i kanë nxjerr prej këtij tekstit hadithit. Aq shumë. Një robresh e një prej shtëpive të Medinës e quajtur Berira. Berira, robresh, e ka marrë dikush, shkroi akt marrëveshje me çata që e ka marrë. Që e kanë marrë çet Berirën. Për lirimin nga robëria, mu liru prej tynve. Apo? Bukur. Pra bleu veten e vet prej padronëve të saj, prej atyre që e kanë marrë, i bleu me 360 dirham, që shtu u konë pari atërshme, duke u paguar atyre çdo vit ka 40 dirham. 40 herë sa, herë 9 vjetë. Për 9 vjetë me pagu veten e vetë kjo robresh, që mu liru, apo mu liru prej robris. Bukur. Berira e ndihmonte Aishën radiallahu anha shpesh herë, gruan e pejgamberit a.s. Dhe ishin të njora me njëra tjetrën. Kështu i kërkoj asaj që me ndihmu për me liru, se pare, apo pasuni, nuk jëm pak 360 dirham. Që ta ndihmonte të merte lirin sa më shpejt, sepse edhe nëse mbetoj 1 dirhem pa paguar, ajo quhet robresh. Edhe 1 dirhem me mbet, sikur me thonë sot, edhe 10 euro me mbet, prapa e qëndron si robresh, pa e pagu krejt. Aisha e donte shumë bamirësin, me ndihmu, njerëzit me ndihmu, me largu prej robris, apo? Dhe thot, andaj i tha, shkonte tek zotët e saj, dhe ti thoshte Aisha do ta pagunte gjithë çmimin. 360 dirham, gruaja pejgamberit a.s. ju ka dhënë fjalë, o Berira, shko te zotët e tu, që të kanë si robresh, thuj që kaq pare po t'i japim na. Veç na liro, veç liroj e Berirën. Bukur. Berira i njoftoi, për mendimin e Aishës, ata nuk pranuan. Dhe çfarë? Sepse ishte krenarin atë kohë që një rob ose robresh t'i bashkangjitej, atriboj një fisit të tyre, ose të mbaj për dobi materiale që përfitoheshin nga trashëgimia e tij apo saj. Me përfitu, do ishin prej robreshës. Aisha njoftoi pejgamberin sa çka më bëj Rasulullah? Më tregoni rrugë zgjedhje. Ai tha sallam, blije tha atë prej tyre. Oja Aisha, tha bleje Berirën prej tyre. Dhe kushtëzoja kujdestarin. Kushti i tyre është i kotë. Ata s'kanë më kujdestarin kur ta shqesin. U kryi më çështja tyre. Se parët i kumë dhonë. Unë e ta shemarë kujdestarin teme, se unë po e bleja, po kuptan. Edhe qëfar? Dhe i tha kushti atyre që ata hala po dojnë kujdestari, është i pavlefshëm, është i kotë. Thot sepse kujdestaria i takon personit që e liron robin. Kush po e liron? A i peshet. E kush po e liron? Aisha ka me liru. Po e blen edhe po e liron. Dhe më thonë nuk peshet Aisha, po veç pe blen për me liru nga robria. Mirë po kujdestaria kujt i takon? Tash Aishës i takon për, mirë po është largu nga robria. Tash është e qartë. E kuptove tash mirë. Alhamdulillah. Të zotët e Berirës vën kush qëndrimin e saj në kujdestarinë e tyre, duke lakmuar mirësitë e pakta të dynjos, duke harruar lënë me njën gjykimet kufit e Islamit. Aisha bleu e liroi Berirën duke kërkuar mirësinë dhe dobinë e Islamit. Profeti alayhis salam pasi dëgjoi këto, mbajti një ligjërat, falënderoi Allahun subhanahu wa taala dhe i tha çato çka i tha, që kush do që vendos kushte që janë të kota, po qofshin edhe 100 kushte, nëse bien ndesh me Islamin, nuk pranohen, nuk qohen në vend këto kushte. Kushti i kujdestarisë i vendosur nga shitsi është i kot, sa e ka shit veç, u kry puna, sepse kujdestaria i takon ai që liron, këtë rast e ka liru Aisha, apo pa para e ka liru. Këtu del pa urtësia dhe drejtësia e madhe e Islamit, shitsi e mori hakun e vet dhe nuk ka pse të kërkoj diçka tjetër prej robit. Ndërsa liruesi i robit gëzon respekt midis njerëzve, kur robi atribuohet fisit të tij. Hadithi 268.
Gjabir ibn Abdillah radiallahu anhu tregon, isha duke udhëtuar me një deve. Çfarë mirësie pejgamberi alayhis salam ka tregu. Veç shikne atë mirësinë dhe bamirësinë e tij. Thot Gjabir ibn Abdillah, isha duke udhëtuar me një deve. Devës po udhëton. U ul nga lodhja realisht, devja. Dobësia fizike dhe desha talia. U lodh. Edhe me braktis. Më arriti pejgamberi alayhis salam, u lut për mua dhe e goditi deven e cila filloi të este si kur më parë. Devja u lodh, Gjabir ibn Abdillah çka? Deshti me lon, s'po mund me hec. E pa Resuli alayhis salam e goditi me dorën e tij të bekuar, Allahu azza wa jalla i dha fuqi devës, dhe ja nisi me hez devja. Si kur më parë, profeti sallallahu alaihi wasallam më tha: "Ma shit mua këtë deve me një ukije." Ukije është e barabartë me 40 dirham, diku i bjerë afërsisht 120 gram argjend. Tha: "O Gjabir ibn Abdillah, ma shit këtë deve mu." I tha Resuli alayhis salam. I thash jo. Gjabir ibn Abdillah i tha jo. Ç'është dynjevi është kjo? Apo? A mund mi thonë jo Resulit alayhis salam? Po. A i bjerë me kundështu fejnë Allah të së gjelë? Jo. Ç'është dynjevi jo, sa më ba Allah, po s'muj. Jo. Më tha përsëri pejgamberi sa ma shit atë. Tha ja shita pejgamberi alayhis salam. Pastaj tha çka? Me një uki argjend, por i vura kusht që të transportoj ngarkesën deri në shtëpi. Dhe me këta mamë, unë po të shes, veç deri në shtëpi, unë s'muj me të dhonë, se i kom ngarkesën. Më let deri në shtëpi. U kry, tha Resulli alayhis salam. Pasi mbrita në shtëpi dhe lash ngarkesën, transportin që ka pas devja, shkova te pejgamberi alayhis salam me devin, çmimin e secilës ma dha në dorë, sikur mi dhonë sot parët, që meri, sa është sot një deve, 20 di, sot është me 1.000 euro, 5.000-6.000 euro është. 20, nuk e di sa është, po ta shkrasoj lupa sa është e me. 3.000 euro është lupa, e devja sa mund më gonë. Thot shkova tek Resuli alayhis salam, ma dha në dorë, të më thonë atë çmimin, unë u ktheva, profeti alayhis salam dërgoi dikë pas meje, që të kthehesha tek ai. Shko edhe sillma Gjabirin. Më tha pejgamberi alayhis salam, mendove se të bëra pazar për të? A menove që unë e buna pazar me tyja? Tha, për ta marrë devin tonde, merë devin edhe dirhamet ato janë tuat. Dhe më thonë, edhe devin, edhe parat merë tuat janë. Qysh mërë tuat? Ja dha Resulullah alayhis salam. Kuptimi përgjithshëm i hadithit. Gjabir radiallahu anhu shkoj me pejgamberin alayhis salam të luftonte në betejë. Ky po e shpjegon pak më gjërësisht që shkon në ngjarja. Ka shku në betejë me Muhamedit alayhis salam Gjabiri. Kishte hipur në një deve, nga të ecurit e shumt, devja u lodh, s'mujke me hec dhe menova ta lodh devën. Erdhë Resuli alayhis salam dhe thot çka? Nga mshira që kishte për ummetin dhe mshmëria për të doptin, ecte zakonisht nga fundi i ushtrisë. Allahu akbar. Pejgamberi i Allahut, krye komandanti i ushtrisë dhe ecte në fund. Në fund krejt. Mi po ushtrin përpara. Njeri modest. Jo krye lartë. E kapi Gjabirin tek ecte, e kapi Gjabirin tek ecte me atë deve të dopt, u lut për të dhe i ra deves. Kur i ra deves, si e priki deven, devja u qunë koma dhe e gjëm të hec. Dora bekuara Muhamedit alayhis salam. Dhe thot u shëndrua në fuqi dhe forcë për deven e dopt, atë sa nisi të vrapoj si kur më parë. Profeti alayhis salam si njeri mëshirshëm, i budhe me moral të lartë deshit ta çliron të shpirtërisht. Gjabir radiallahu anhu t'ja bënte udhëtimin më të këndshëm Gjabirit me bisedën e tij të rreze duke i thënë ma shit mua këtë deve
me një ukije. Gjabiri lakmoj më tepër çmim. Gjabiri lakmoj. Pak më do kisha hajtë të marrë ma shumë. Se e kanë di që Resulli a.s. ka qenë shumë dërdhënës. Bujar ka qenë. Gjabiri lakmoj më tepër në çmim duke ditur se mos shitja devis për profetin nuk merrte gjuna. Sepse kjo nuk është bindje detyrueshme që është çështje dynjevie është, apo? Nuk është çështje e fesë. Atër kur arritën Gjabiri ja dha devin dhe profeti a.s. ja dërzoi monedhat, pasi iku Gjabiri, a i dërgoi dikë edhe çka i tha, ata pret mendja se unë e bona pazar me ty, tha, meri edhe devin, edhe monedhat, edhe parën mere. Dhe më thonë, të dyat meri. Dhe ja dha Resulli a.s. edhe parët, edhe devin. Qa përfitojmë nga ky hadith? Komandanti ose prisi do të qëndrojë nga fundi i ushtrisë në mënyrë që të vi në ndihmë të dobtëve, dhe i dobti në hadith thuhet është prisi karvanit. I dobti është prisi karvanit, mëshira dhe mëshpëria pejgamberit alayhis salam mbi popullin e tij, ardha fuqisë së devis nga e dobta në të fuqishmën, domethënë u bë sebeb Muhamedi alayhis salam, lejimi i shitblerjes nga ana prisit me ushtarët dhe ata që kanë nën udhëheqje, lejohet me ble prisi prej ushtarit ndonjë gjë. Veprimi i Xhabirit në shitblerje nuk mund të merret si gjuna, që them sepse është çështje dynjevie. Mendimet e dietarëve në lidhje me pikën e mësipërme, thot dietarët nuk kanë një mendim të përbashkët për sa i përket çështjes, ai lejohet shitësit të vër kushte për të përfituar dobi me mallin që e ka shitur. Për shembull, të banuarit një muaj në shtëpinë e shitur, gjithashtu ai lejohet blerësit t'i kushtojë shitësit ndonjë dobi për fitim të përcaktuar, për shembull, t'i kërkojë ndonjë shërbim që ka lidhje me artikullin e shitur, si për shembull t'i mbaj mallin deri në një vend të caktuar ose çepjen e copës së shitur. Tre imamët mendojnë që të dy si akt ashtu edhe kushti janë të pasakt. Janë të pasakt. Domethënë, kështu thonë këta, vetë se Maliku e bën të lejuar të mbajturit mbi kafsh deri në një vend të afërt. Sepse Resulullah s.a.s. edhe pse e blejti, e lejoj me shfrytzu devën deri atje, apo? A e kuptut? E blejti, po e lejoj me shfrytzu. Që kjo është argument. Disa kanë thonë, jo s'është çështët. Se në fund Resulullah s.a.s. çka tha? S'kum bëu në pazar për ty, me ty. A pe kuptani që shë kuptimi, subhanallah. Qëre? Shumica ulemave thot lejohet me shfrytzu mallin që i ka shit, apo? Këtë rast e ka shfrytzu Resulullah s.a.s. E ka leju Resulullah s.a.s. me shfrytzu, për shembull unë e ty po ta blej. Drejton, a ki mundësi bre vëlla atëre me ma leju deri në shtëpi sa ta çoj kerrin, ta çoj familjen sana në kri, po i bie që është prunë jotja tash ajo. Edhe me çfarë? Me argumentin e Resulit s.a.s. apo? Që e ka leju. Po ata që se kanë leju, çka kanë thonë? Po Resulullah s.a.s. në fund çka tha? A se lexove çka tha? Tha, o Gjabir, tha, unë s'kum bo pazar me ty. A kuptani kuptimi hadithit, subhanallah. Për atë arsye dhe dalin fetfat pastaj të ndryshme. Varësisht nga kuptimi, Imam Ahmedi bën të lejuar vetëm me një kusht. Mendimin e tij aprovojnë Isaku ibn Mundhir e Uzai, pra sipas tyre, nëse akti i përmbledh në vetvete më shumë se 2 kushte, atëherë akti i shitblerjes është i pasakt. Nëse janë 2 kushte, përveç njënës, edhe një shto tjetër nuk lejohet. A një lejohet. Një lejohet sipas mendimit më të saktë të ulemave. Amr ibn Shuaib transmeton nga baba edhe nga gjyshi i tij se pejgamberi sa ka thënë nuk lejohen 2 kushte në shitblerje. Çu nuk lejohet 2 kushte në shitblerje? Është shitblerja ina. Tash do ta trajtoj. Ebu Hanife transmeton se pejgamberi sa ka ndaluar nga shitblerja me kusht, hadithi është i dobët i rrem. Mirë, po këta imamët hadithin që kemi në shqyrtim shpjegojnë duke thënë se këtu nuk kemi të bëjmë me shitblerje të vërtet, por me dobin që deshti pejgamberi s.a.s. t'i sillte profetit a.s. Me indihmu. Mendove se të bëra pazar për të marrë devin tënde? Jo, s'kum bo pazar. Argumentet e dietarëve që lejojnë kushtet e vendosura nga shitësi apo blerësi në dobi të mallit, muslimanit duhet i përmbahet kushteve të tyre, përveç atyre kushteve që e ka ndaluar Allah, apo që e tham. Bukur, hadithi Xhabirit thot, ai vurri kusht profetit për mbërritjen me deve në Medinë, dhe Resulullah s.a.s. e pranoi. Në kushtet e shitësit apo blerësit që lidhen me dobinë e mallit nuk ka ndonjë lloj ndalimi. Nëse s'ka kamat, hilesen, nuk ka ndalesë.
Se kjo i bërë si një lloj ndihmese. Për shembull, po e zon. Edhe hiç mos më ashit mallin, nëse unë i them një vllat o vllaki, mundsi më dhon kerrin diç aty të shkoj? A është ndihmës? Shërbim është, ndihmës. Po një ta gjosh të kjo valla. Çka ka këtu? Nuk ka asnjë problem këtu. Thot, ndërsa për sa i përket hadithit nuk lejon dy kushte në shit blerje, dietarët kanë mendime të ndryshme. Elejne, ti thuash, ngone mirë, ti thuash dikujt, merre këtë mall me 10 dinar në dorë. Merre këtë mall, Shejh Albani që e bën, që thot plot prej ulemave këtë shit blerje e lejojnë, a këtu thot ka kamat. Thot merre këtë mall me 10 dinar në dorë. Dhe ta blej po unë me 20 dinar me të pritur. A pe kuftane? Merre me 10, nëse unë ty ta blej 20. Me të prit. Që tu është kamata im. Që kjo është ajo hilja, subhanallah. Që kjo është ajo hilja që bote shumë jahudi që fut, apo që i kanë këto bankat, këto transakcionet, të senet, e din që muslimanët e kanë haram kamaten, i përzin senet shumë. Po ulemoj alhamdulillah i sqarojnë dhe japin fetva. Thot, ky është kuptimi që më së miri për shtatet hadithit dhe është i sqaruesi i bashkimit të dy akteve, apo kush bën dy akte shit blerje në një akt të vetëm, le të marr më të ultin çmim, në të kundërtën ka marrë thot kamat. A fe kuptani? Dhe më thonë, nëse doni mi bo dy kushte me një shit blerje, thot merr në më të ultën. Nëse është në fillim 10, kur dush me marrë, mas e bëna 9. Jo 10, pastaj 40. Shkon në shto. Dhe kjo është e ina, po. Dhe për fund, hadithi 269, Ebu Hurera transmeton se pejgamberi sa sam ka ndaluar që qytetarit t'ia marr mallin fshatarit dhe t'ia shes. Dhe një që i kemi trajtuar hadithin që për shembull nëse prej fshatrave vjen malli edhe del dikush prej qytetit, del në kolon aty, para se me hinë në fshat, e ndalon, e blen këtë mallin për ti dhe e monopolizon mallin në qytet dhe e shet me një çmim del drakonik, me çmim shumë të madh. Edhe i bën dom blerësve. Kjo nuk lejohet. Thot prishjen e pazarit të njëri tjetrit, bashkëveprimin në ngritjen e çmimit në dëm të konsumatorit, kërkimin e dorës së një vajze kur ajo është kërkuar më parë nga një musliman tjetër, kërkimi i divorcit, që të përfitojë ato që ka pasur shemra më parë, që përfitojmë nga ky hadithi, këto e kemi shpjeguar thot në hadithin 251, 252, edhe thot ndalimi kërkimit të dorës së një femre e cila është kërkuar më parë nga dikush tjetër derisa të njoftohet për mos pëlqimin e saj. Vjen femna, motra muslimane dhe thot, më ka kërku thot dorë filoni. Qysh mër filoni të ka kërku? E shka bone ti i motër. Po ti krye me njonin, njerë thuj jo, ma se prit dytën. Vjen pyetja dhe thot, çka me bo, cilët mi janë? Ti thuj njonit njëherë jo dhe krye puna. Mos prit 5 mu bo. 5 mu bo e ma se me përgjith cilit tash. As njëri 8-5 jetë du prit. Jepi përgjigje. Mirë po. Qa po thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Mos ndërhyni derisa ta dini që pja lyp dikush dorën. Pritna. Nëse nuk pëlqen, nëse nuk e don, atë normalisht mundi m'ia lyp, domethënë për martesë dhe thot urtësia e këtij ndalimi është për të larguar urrëtitjen, armiqsinë, pakënaqësinë midis njerëzve, veprimi më sipër është shkak për ndërprerjen e rrezikut, ndalimi i kërkimit të divorcit nga gruaja ose futjes së urrëtitjes apo ndezës së fitilit të sherrit midis burrit dhe njerëz prej grave të tij derisa ta ndajë atë për të përfituar mirësitë e martesës së saj, si pasuri, veshmbathje, ushqyer. Këto janë detyrimet dhe normat të larta të cilat rregullojnë dhe sistemojnë shoqërinë në tërësi deri në takimin e radhës me kapitulli i kamatës dhe i këmbimit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.